Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Nuk ka asnjë aktivitet në jetë që të krahasohet me kohën që kalon duke biseduar dhe duke u miqësuar me Perëndin. Të dashur miq, përshëndetje. Mirë se vini në emisionin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Shumica nga ne kanë përjetuar mosmarrjen e përgjigjes së shumëpritur të ndonjë lutje. Disa herë ndodh që ne fillojmë të pyesim për të gjetur arsye. Zakonisht ja vëmë fajin besimit të pamjaftueshëm ose të ndonjë mëkati të paditur. Por shpesh, problemi i vërtetë është se nuk jemi të vetëdijshëm për atë çfarë na mëson Bibla për lutjen. Kur shkojmë te Perëndia me shqetësimet tona, duhet jemi këmbëngulës në lutje, që do të thotë të jesh i bindur, të qëndrosh me të edhe jo të heqësh dorë, madje edhe atëherë kur duket sikur nuk po ndodh asgjë. Nëse lutjet tuaja shpesh duken sikur avullojnë edhe zhduken, atëherë qëndroni me ne në mesazhin e ditës së sotme. Dr. Stanley do të na shpjegojë se çfarë ndodh kur jemi këmbëngulës në lutje. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Tre të rinj që po studiojnë të bëhen pastor, më tha një ditë: "Pastor, nëse do të kishit vetëm një gjë për t'u thënë studentëve të shërbesës, çfarë do të ishte?" Kjo është një pyetje që e bën shpeshherë një pastor i ri. Zakonisht ata presin një përgjigje të madhe, të gjatë, teologjike, filozofike, ndërsa përgjigja ime është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Është e njëjta përgjigje që dua t'ju jap juve sot, sepse është gjëja më e rëndësishme që mëson ndonjë lutës. Lutja duhet të jetë patjetër prioriteti i tij dhe duhet të jetë prioritet për çdo besimtar. Nëse kisha ndonjë gjë për t'i thënë një pastori, është pikërisht kjo: si në fillimet e shërbesës së tij, ashtu edhe kur ka predikuar për disa vjet. Aktiviteti më i rëndësishëm në jetën tuaj si njeri i Perëndis është koha që kalonin vetëm me të. Koha me fjalën e tij dhe duke u lutur në gjunjë. Kjo duhet të jetë patjetër gjëja më kryesore mbi gjithçka tjetër në jetën tuaj. Çfarë është e vërtetë në jetën e një pastori, është e vërtetë në jetën e cilido personi tjetër. Nuk ka asnjë aktivitet në jetë që mund të barazohet me rëndësinë, efektin dhe fuqinë e kohës që kalon me fjalën e Perëndis, vetëm me të miqësohesh dhe të bisedosh me të. Në letrën drejtuar Kolosianëve, Pali na kujton që ne jemi të shpenguar, që jemi kthyer nga errësira në dritë, që jemi falur, që në identifikimin ton me Krishtin jemi kryqëzuar me të. Ai është bërë jeta jonë dhe kur kemi Jezus Krishtin, kemi gjithçka. Jemi të plotësuar në të. Kemi hequr dorë nga njeriu i vjetër dhe jemi një person i ri. Tani jemi njerëz të ndryshuar. Jemi dikush që kurse kishim menduar apo ndrruar më parë. Jemi krijesa komplet të reja në Jezus Krishtin. Si pasojë, disa gjëra nuk përshtaten me stilin ton të jetesës. Disa gjëra të tjera na shkojnë përshtat sepse jemi fëmijë të Perëndis. Dhe ai thotë: "Kur ju dhe unë bëhemi persona të rinj në Krishtin, diçka ndodh në marrëdhënie me njerëzit." Ai thotë që ndryshon edhe marrëdhënia jo me familjen dhe marrëdhënia në punë. Më pas në këtë pasazh, ai fillon të flasë për aktivitetin më bazë, më themelor të jetës së një besimtari, që është të qenurit një njeri lutës. Ai thotë: "Ngulmoni në lutje." Themi së bashku tek letra drejtuar Kolosianëve kapitulli 4 dhe le të lexojmë vargun 2 deri tek vargu 4. Bani mend që Pali po e shkruan këtë nga burgu. Ai thot në fillim të vargut 2: "Ngulmoni në të lutur, duke ndënjur zgjuar me të në falënderim dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkak të cilit jam edhe i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur, duke folur siç duhet." Pali në këtë pasazh thot dy gjëra thelbësore. Ai na tregon para së gjithash si duhet të jetë qëndrimi i vërtetë i lutjes son. Pastaj na bën një thirrje të fuqishme për të lutur. Vini re në vargun e dytë se çfarë thot ai: "Ngulmoni në të lutur, duke ndonjur zgjuar me të në falënderim." Pali na tregon se si duhet të jetë qëndrimi jon. Ai përdor termin
ngulmoni. Kjo është ideja e zotimit, por në termin grek është këmbgulje, që është qëndroni në të, varuni atij, mos hiqni dorë, mos ndaloni shpejt, por vazhdoni të luteni. E mbani mend çfarë tha Jezusi tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 7, vargjet 7 deri në 8? Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do t'i gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet. Sepse kush lyp, merr, kush kërkon, gjen, dhe do t'i çelet atij që troket. Një nga problemet e besimtarëve sot është se kur kërkojmë, e presim përgjigjen menjëherë dhe nëse nuk e marrim, heqim dorë. Më pas themi, Perëndia duhet jetë i inatosur me mua. Së dyti, duhet të ketë mëkat në jetën time. Së treti, me siguri nuk është vullneti Perëndis. Nuk ka asnjë varg në Bibël ku të thuhet se Perëndia dëgjon lutjen tonë dhe përgjigjet menjëherë sa herë që lutemi. Në fakt, Pali po thot ashtu si tek letra drejtuar Kolosianëve kapitulli 4, vargu 2. Ngulmoni në lutje. Secila nga këto fjalë në këtë varg jep idenë e vazhdimësisë. Këmbgulja në lutje është që duhet bërë vazhdimisht. Do të thotë të jesh vigjilent dhe të vazhdosh të bësh në frym lutje falënderimi. Ai thot, ky është qëndrimi që duhet të kemi në lutjen tonë. Por besoj se qëllimi i Palit është motivimi për të inkurajuar njerëzit, të cilëve u shkruan që të luten. Është i njëjti motiv që kam në zemrën time, është e njëjta arsye që dua të ndaj me ju. Do të doja të nxjerrni lapsat jashtë, t'i shkruani këto gjëra dhe më pas t'i bëni vetes pyetjen. Nëse lutja do të bëj këtë gjë në jetën time, a nuk duhet të jetë ajo prioriteti im në çdo gjë që bëj? Pra, çfarë ndodh dhe pse Pali na thot ngulmoni në lutje, këmbguli në lutje, qëndroni të palëkundur në lutje? Do t'i rezistoni çdo lloj prove dhe josheje çdo lloj shqetësimi që sjell djalli. Para së gjithash, kur ti dhe unë kalojmë kohë me të në lutje, marrëdhënia jonë personale me Jezus Krishtin bëhet shumë e gjerë dhe e thellë. Së dyti, perceptimi dhe këndveshtrimi ynë se kush është Perëndia dhe si ngjan ai, pafundësia dhe madhësia e Perëndisë do të bëhet akoma më e gjerë. 3. Ne kemi një qëndrim pozitiv besimi. Jo një qëndrim intelektual, mendor, por i shohim gjërat nga këndvështrimi i Perëndisë. Kjo bën që të besojmë në të, në mënyrat që nuk i kemi besuar kurrë më parë. 4. Është një proces pastrimi në zemrat tona, ndërsa e bëjmë lutjen prioritetin ton. 5. Ne po zhvillojmë një pasion për bindje ndaj tij. Kur fillojmë të lutemi, Perëndia bën diçka në zemër, krijon një pasion për bindje. 6. Presionet e jetës fillojnë të zhduken dhe fillojmë të përjetojmë një paqe me Perëndin që nuk e kemi përjetuar më parë. 7. Plotësimi i nevojave. Fillojmë ta shohim Perëndin si sigurues i nevojave tona, kështu që fillojmë të besojmë dhe të varemi tek ai. 8. Miqësia me të dhe lutja është rruga e rritjes tonë shpirtërore. Ndërsa fillojmë të kalojmë kohë me të, arritemi shpirtërisht. Diçka fillon të ndodh në jetën tonë. 9. Sikur më parë në jetën tuaj shpirtërore, po bëhet një fuqi e madhe në devotshmërinë si dëshmitar tek të tjerët. 10. Diçka po ndodh në jetën tuaj. Ju po përjetoni prodhimtari. Jeni në gjendje të jepni fryte. Jeta juaj po bëhet frytdhënëse. E kam fjalën jo vetëm për jetën tuaj shpirtërore me Perëndin, por edhe në gjithçka tjetër. Kujtoni çfarë ndodh kur ti vendos që të ruash prioritetet në jetën tënde. Sa herë që flisni me Perëndin, flisni me krijuesin e universit. Flisni me sovranin, me bazën, me të pandryshueshmin, supernatyrorin, të plot fuqishmin. Perëndia mund të projektojë çdo gjë, kudo, në çdo kohë, në çdo lloj rrethane që është në vullnetin e tij. Tani mendoni që çdo kush e di këtë. Secili nga ne e di që duhet ta bëjmë lutjen një prioritet. Pali nuk po flet për një lutje të shkurtër. Tani Zot bekom. Faleminderit në emrin e Jezusit. Amen. Ai po flet ta zvarritesh veten në lutje kur je në përgjum, sepse gjëja tjetër që thot në këtë pasazh është kjo. Nëse keni vënë re tek letra drejtuar Kolosianëve kapitulli 4 vargu 2, ngulmoni në të lutur, duke ndënjur zgjuar në të me falënderim. Tani çfarë do të thot ai me duke ndënjur zgjuar në lutje? Pra Pali e dinte, ashtu si ju dhe unë, që është shumë e lehtë nëse prisni natën vonë, pasi keni parë televizor për një 2-3 orë dhe thua, tani Zoti Jezus ti e di, jam pak i lodhur dhe i përgjumur. E mbam mend se çfarë thash mbrëm? Le të përdor të njëjtën lutje që ti e mbam mend të gjithën. Tani
Ju nuk doni ta bëni këtë, por e vërteta është se kjo është ajo që merr Perëndia nga ne. Më lini t'ju tregoj diçka. Thjesht, sepse po luteni dhe po bisedoni në mënyrë që ta çoni atë lart, nuk do të thotë se po luteni. Kur ti dhe unë i drejtohemi Perëndisë, le të kujtojmë se kush është ai. Shkoni tek Perëndia i plotfuqishëm, gjysmë i përgjumur, mbase keni parë botën dhe keni mbushur mendin me një sër rangullinesh për 2-3 orë. Më pas, i afroheni Perëndisë së shenjtë dhe i zbrazni zemrën atij. Pali thotë, qëndroni vigjilent në lutjen tuaj. Qëndroni në të. I mbani mend 2 shembuj tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 11 dhe 18. Njeriu që erdhi tek një mik dhe i kërkoi pak bukë, sepse kishte mysafir në shtëpi, dhe tjetri tha, nuk do të jap se kërkove, por sepse vazhdon të kërkosh. Apo Vejusha, që shkoi tek gjykatësi sa i mërziti jetën. Ai tha, po të jap atë që kërkon sepse ndryshe do vazhdosh të më lodhësh. Në të dyja këto pasazhe, Perëndia na kujton dëshirën e tij për t'ju përgjigjur lutjeve tona kur vazhdojmë të shkojmë tek ai. Ju nuk do të vazhdoni të jeni i zellshëm në lutjen tuaj nëse shkoni tek ai gjysmë i përgjumur. Koha më e mirë i përket Perëndisë. Nëse është herët në mëngjes ose vonë në mbrëmje ose çfarë do lloj kohe tjetër, koha më e mirë i përket Perëndisë, sepse qëllimi i tij është të na motivojë të lutemi. Jap se Pali thotë, qëndroni vigjilent. Qëndroni vigjilent është një shenjë që kemi tendencë shpeshherë ta marrë era. Nëse do t'ju pyesja, sa prej jush fillojnë të luten dhe në momentin tjetër fillonin të mendonin për diçka që nuk ka fare lidhje me atë çfarë ishit duke i thënë Perëndisë në fillim, ne mund të jemi të përgjumur dhe të topitur ose vigjilent dhe sy hapur kundër Satanit, sepse ai sulmon kur lutemi. Ju e largoni mendjen për nga ajo që po flisni dhe djalli ju shtyn të mendoni për gjërat që nuk duhet, diçka për t'ju shpërqendruar, për t'ju lodhur dhe larguar nga lutja. Sepse për aq kohë sa jeni larg lutjes, e vërteta është që nuk ka shumë fuqi dhe efektivitet në jetën tuaj të krishterë. E kuptoni? Pali nuk po flet me kritik për nevojën e ngutshme të lutjes. Ai po flet për mënyrën e jetës, sepse Pali e di efektin kur njerëzit e Perëndisë fillojnë të luten. Kështu ai thotë që duhet të jemi këmbgulës dhe të rezistojmë nga çdo lloj ngacmimi satanik. Duhet të jemi patjetër vigjilent, sy hapur, të gjallë, të zgjuar. Dhe së dyti, ai thotë, ta bëjmë këtë në frym. Për çfarë? Tek letra drejtuar Kolosianëve kapitulli 4 vargu 2, Pali thotë, ngulmoni në të lutur, duke ndënjur zgjuar në të me falënderim, në frymën e falënderimit. Pse e thot ai këtë? Mbani mend që Pali po shkruan nga burgu. Nëse ju dhe unë do të luteshim për një situatë të vështirë në jetën tonë dhe jemi duke qarë rënkuar para Perëndisë, duke i treguar se sa gjëra të këqija po kalojmë dhe se sa e tmerrshme është kjo, atëherë çfarë po bëjmë? Ne kemi një problem me bindjen, sepse e vërteta është se nëse jam në një situatë të vështirë dhe po i klith Perëndisë, mund ta falenderoj atë ndërsa jam në këtë situatë. Kjo është ajo që thuhet. Jam në një proces mësimi për diçka që duhet i nënshtrohem me dëshirë vullnetit të Perëndisë. Në këtë situatë, megjithëse nuk e pëlqej, jam i hapur të mësoj, të rritem, ta shoh Perëndin nga një këndvështrim ndryshe. Jam i hapur që Perëndia të më mësoj rrugët e tij të reja dhe jam i gatshëm të pres. Kjo do të thotë durim. Kështu kur Pali thotë që jemi drejt ndjekjes së zellshme dhe drejt lutjes së zellshme dhe klithi me një shpirt vigjilence, le ta bëjmë me falënderim. Pali po na jep qëllimin e qëndrimit ndaj lutjes. Tani nëse ju pyes, si po esni me lutjen? Çfarë do të thoshit nëse ju thoja, cili është plani juaj për lutjen? Ju mund të thoni, plan për lutjen? Gjithçka që bëj është thjesht një bisedë me Perëndim. Bisedoj me të mbi rrugën e punës time, bisedoj me të në punë, flas me të në shtëpi. Nuk kam nevojë për një plan. Në fakt, ju keni nevojë. Pra, ajo çfarë dua të bëj është që t'ju ndihmoj pak në këtë pikë, sepse nëse lutja po bëhet prioriteti juaj, keni nevojë të dini se si të esni me të. Kështu, dua t'ju bëj një sugjerim që nëse përpiqeni ta bëni këtë, ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj të lutjes. Jeta e lutjes do të transformoj shumë njerëz. Do të transformoj rrënjësisht qëndrimin tuaj ndaj lutjes dhe gjithë marrëdhënies tuaj me Perëndin. Pra, më lini t'ju bëj disa sugjerime. Nëse lutja meriton prioritetin që ju ka dhënë efektin e merituar të lutjes, dhe nëse lutja do ta bëj këtë gjë në jetën tuaj,
pa dyshim që do të bëhet një prioritet. Nëse ajo është një prioritet, atëherë duhet të kemi një plan, disa mënyra që të mund të ecim me të kudo. Më lini t'ju sugjeroj diçka. Para së gjithash, vendosni një periudhë të përcaktuar të kohës për të lutur. Nëse nuk vendosni kohën për të lutur, atëherë nuk do ta gjeni dot. Nëse punoni me një kalendar, caktoni kohën dhe bëni të pamundurën që ta zbatosh dhe do të bekohesh shumë. Kjo do të thotë ta veçosh kohën e lutjes. Nëse nuk e bëni, nuk do të keni shumë kohë lutjeje. Tani nuk po them të zgjoheni në 6 të mëngjesit për të lutur, ose që të luteni në mesnatë apo në orën 4 të mëngjesit. Nëse jeni një person që zgjoheni vonë dhe ndërkohë po e tërhiqni veten për të lutur, e dini ç'po bëni. Thjesht po ndërroni vendin e gjumit. Për të fjetur mund të shkoni në shtrat ose diku tjetër, pra nuk po flasim për këtë lloj lutjeje. Pali thotë, jeni vigjilent dhe të zellshëm kur i thërrisni Perëndis. Kështu ju duhet vendosni kur jeni më i freskët, kur jeni në formën më të mirë. Keni, ju mund të thoni, nuk kam kohë, sapo zgjohem duhet të vrapoj drejt në punë. Atëherë zgjohuni pak më herët. E vërteta është se ne kemi kohë për të lutur. E vërteta tjetër, gjërat e tjera bëhen më të rëndësishme për ne sesa koha e lutjes. Vendosim të flasim me njerëz të tjerë para se të flasim me Perëndin. Dhe më e keqja është se zgjedhim më mirë të dëgjojmë njerëzit e botës sesa të dëgjojmë Perëndin kur na flet. Ju mund të thoni, mirë, nëse Perëndia dëshiron të flasë me mua, atë do dëgjoj të parin. Në fakt, ai dëshiron t'ju flasë çdo ditë, por ju ktheheni nga televizori apo radioja dhe dëgjoni dikë që s'bën gjë tjetër veç se nxjerr një tufë me plera. Dhe kur vjen koha për të dëgjuar Perëndin, s'keni kohë. Çfarë nuk shkon me të menduarit ton? Nuk është se s'kemi kohë, nuk është se s'marrim dot kohë, por mbi të gjitha, kemi mohuar disa herë të kemi kohë. Së dyti, zgjidhni një vend. Ju thoni, s'mund të lutem kudo. Sigurisht që mundeni, por ka diçka në vendin tuaj të veçantë. Për shembull, le të themi se keni një vend të posaçëm që luteni. Le të themi se keni një vend tepër në shtëpinë tuaj për të lutur, por ç'është e vërteta nuk shkoni shpesh atje. Nëse do të zgjidhni një vend si ky, ja se çfarë ndodh. Do të filloni të programoni mendimin tuaj. Do të programoni mendjen tuaj që kur shkoni në këtë vend të zgjedhur, e vetmja gjë që mund të bëni është lutja. Kur esni në të është e habitshme, por emocionalisht jeni gati. Ka diçka me vendin që për ju bëhet shumë i çmuar në kohën e lutjes. Kjo ndodh sepse është e vetmja gjë që bëni atje. Ka diçka me të paturit kohë dhe një vend, ashtu siç ka diçka tjetër me të paturit një plan. Dhe nëse nuk keni një plan për të lutur, por thoni thjesht lutem për gjën e parë që më vjen ndërmend, do të mbetesh i të habitur nëse do të regjistroni lutjet tuaja, sa prej tyre duken sikur janë të njëjta. E mbani mend çfarë tham në fillim fare? Ju thjesht mund të bini në gjunjë dhe të thoni, Perëndi, mba mend lutjen që bëra mbrëm? Është e njëjta lutje dhe për sot. Në emrin e Jezusit, amen. Dhe shkoni në shtrat. Duhet t'ju them se nuk ka shumë ndryshim nga kjo për shumicën e njerëzve. Ata luten për të njëjtat gjëra. Tani Zot, dua përsëri të bekoni familjen time, sigurom nevojat e mia, mbrom. Dhe përsëri ne shkojmë për të njëjtat gjëra që përsëriten gjithmonë. Dhe është e habitshme se si njerëzit luten me të njëjtat fjalë. Dhe ja pse them, të thuash thjesht fjalë nuk do të thotë se po lutesh. Kur luteni, ju po bisedoni me Perëndin. Mbani mend se me kë po flisni. Pra, lutja jon ka nevojë për një plan. Ky plan është shumë i thjeshtë. Është një plan i ndryshëm për njerëz të ndryshëm. Por më lini t'ju sugjeroj 2 apo 3 gjëra që do të jenë ndihmë për ju. Para së gjithash, merrni një blok shënimesh ose diçka për të shkruar. Shënoni cilat janë kërkesat e lutjes suaj. Dhe nga ana tjetër, lini një vend në krah të djathtë të letrës, ku të shkruani datën. Kështu, kur Perëndia i përgjigjet lutjes suaj, të vendosni përmes një vije. Çdo vijë në librin e lutjes suaj bëhet një përgjigje lutjes dhe një eksperiencë besimi. Gjithashtu, kur luteni, kujtoni që në lutjen tuaj duhet të përfshihen shumë gjëra. Duhet të filloni thjesht t'i luteni Perëndis. Nëse do të ngriheni në mëngjes, do të uleni në gjunjë dhe do të filloni të lavdëroni Perëndin. Ai do t'ju habis me ato gjëra që do të ndodhin gjatë ditës. Duhet të ketë patjetër lavdërim, duhet të ketë rrëfim, duhet të ketë falënderim, edhe më pas të jenë kërkesat për njerëzit e tjerë. Pra,
Mos filloni t'i kërkoni Perëndis për një tuf gjërash, pastaj të çojeni dhe të bëni gjërat e tjera të përditshme. Kjo nuk është një mënyrë lutjeje, por filloni duke falendëruar dhe duke lavdëruar atë për atë që ai është dhe për atë çfarë bën në jetën tuaj. Falenderojeni për faktin që ai jeton brenda jush. Rrëfejeni çdo mëkat që lëvrin në mendjen tuaj. Dhe pastaj, pjesë e kësaj duhet të jetë leximi dhe meditimi mbi fjalën e Perëndis. Nëse doni të keni një jetë lutjeje efektive, duhet të mos e ndani lutjen dhe fjalën e tij. Nëse nuk e bëni këtë, do të humbisni diçka. Tani do ju tregoj se çfarë bëj. Nuk po them të bëni si bëj unë, por e di nga eksperienca që kjo funksionon. Ja se çfarë bëj. Çdo ditë filloj të lexoj fjalën e Perëndis. Lexoj 2 kapituj në Dhjetën e Vjetër dhe ditën tjetër 2 kapituj në Dhjetën e Re. Para se të filloni të lexoni, lutuni. Tani Zot, lutem që fryma e shenjtë thjesht të më flas sot dhe le të shoh këtu atë çfarë kam nevojë të shoh. Dhe ndërsa lexoni, Perëndia fillon të punojë në zemrën dhe mendjen tuaj. Nënvizoni ato që mendoni se duhen nënvizuar. Shënojeni ato që duhet të shënoni. Por pasi të keni mbaruar se lexuarit këto 2 kapituj, ktheuni nga fillimi dhe lutuni. Ja pra pse është kaq e rëndësishme të lexosh Biblën. Kur filloni të lexoni Biblën, Perëndia fillon ta vendos fjalën e tij në mendjen tuaj. Largon ato që keni menduar, kështu që ju filloni të mendoni në mënyrën e Perëndis. Ndërsa lexoni 2 kapituj në ditë nga Bibla, filloni të mendoni si Perëndia. Filloni të merrni idetë e tij. Dhe ndodh që kur filloni të luteni, tashmë e merrni vesh Perëndin. Tani është edhe një gjë tjetër që keni nevojë ta dini. Dhe ky është qëllimi. Për çfarë po luteni? Kryesisht, ju doni të zhvilloni një marrëdhënie miqësie të ngushtë me të. Ky është qëllimi i parë. Qëllimi i dytë është të merrni nga Perëndia atë gjë për të cilën keni nevojë. Dhe qëllimi i tretë është që Perëndia, nëpërmjet lutjes, t'ju përdor për të ndërmjetësuar për njerëz të tjerë të ketë ndryshime në jetën, familjen, vendin ose kombin e tyre, çfarëdo që të jetë. Pra në pak kohë ju kam dhënë planin e plot nga i cili mund të luteni. Një plan që mund ta zhvilloni në jetën e lutjes. Ky plan do t'ju ndryshojë jetën dhe ecjen tuaj të përditshme me Perëndin. Ju nuk do të ecni më kuturu. Tani keni një plan. Ju nxis ta bëni këtë. Kur lutemi, kur kërkojmë planin e Perëndisë dhe vullnetin e tij, ne do ta njohim atë në një mënyrë shumë praktike edhe personale. Kur fillojmë të sjellim dëshirat tona dhe t'i bëjmë një me dëshirat e Perëndisë, atëherë përgjigjet e problemeve të tona bëhen të qarta. Merrni këshillat e Dr. Stanley dhe këmbgulni në lutje. Që të kemi një jetë frutëdhënëse, duhet të mbështetemi patjetër në Jezus Krishtin. Çdo gjë e bërë në fuqinë dhe energjinë tonë nuk do të ketë një vlerë të përjetshme. Tek Gjoni kapitulli 15:5-8, Jezus i thot: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendët. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë frut, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shërmendi edhe thahet. Pastaj mbledhin, i hedhin në zjarre dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua, fjalët e mia qëndrojnë në ju. Atëherë kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëvduar Ati im që të jepni shumë frut, edhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.